kur kursimi bëhet rrezik. Pjesët e falsifikuara në tregun shqiptar të automjeteve. Në rrugët e Shqipërisë qarkullojnë mijëra automjete çdo ditë. Shumica janë makina të përdorura, të importuara nga vendet e Bashkimit Evropian, që kërkojnë mirëmbajtje të vazhdueshme dhe pjesë këmbimi të besueshme. Por pas fasadës së një tregu në rritje, fshihet një realitet shqetësues. Përhapja e pjesëve të falsifikuara që imitojnë markat më të njohura botërore dhe që rrezikojnë drejtpërdrejt sigurinë e qytetarëve. Fenomeni nuk është i ri, por në vitet e fundit është bërë më i sofistikuar. Falsifikimet nuk janë më produkte të dukshme e të trasha. Ato vinë me paketim pothuaj identik me origjinalin, me logo, barkode dhe madje edhe me numra serie të kopjuar. Në raftet e tregjeve informale, në dyqane të vogla lagjesh apo në shitje online, mund të gjesh produkte premium me çmime joshse, shpesh shumë më të ulta se ato të distributorëve zyrtar. Markat më të prekura janë pikërisht ato që gëzojnë reputacion për cilësi dhe përdorim të gjerë në Shqipëri. Produkte me emrin e Bosch shfaqen shpesh në formë filtrash, sensorësh apo pompash karburanti të dyshimta. Kushinetat me markën SKF, disqet dhe ferrotat me logon ATE, komponentët elektronik të Denso apo sistemet e ndriçimit të Valeo janë ndër më të kopjuarat në tregjet rajonale. Edhe filtrat që shpesh perceptohen si pjesë të padëmshme janë në shënjestër. Marka gjermane MAN Hummel, e njohur për linjën e saj MAN Filter, është një nga emrat më të respektuar në filtrimin e vajit, ajrit dhe karburantit. Por pikërisht ky reputacion e bën objekt ideal për falsifikim. Një filter i rrem mund të mos pastrojë siç duhet vajin ose ajrin, duke shkaktuar konsum të parakohshëm të motorit, rritje të ndotjes dhe dëme të kushtueshme që shfaqen vetëm pas mijëra kilometrash. Problemi bëhet edhe më i rënd kur falsifikimet prekin komponent kritik të sigurisë. Sistemet e frenimit, airbagët, amortizatorët dhe pjesët e pezullimit nuk janë thjesht element teknik, ato janë barriera mes jetës dhe aksidentit fatal. Një disk freni i prodhuar me materiale të dobëta mund të qahet nga nxehtësia. Një sensor i rrem i airbagut mund të mos aktivizohet në momentin e duhur. Një kushinet e dobët mund të bllokohet në lëvizje. Në këto raste, çmimi i lirë nuk është më kursim, por bigjoz me sigurinë. Pse përhapen kaq lehtë këto produkte? Një faktor kyç është ndjeshmëria e lartë ndaj çmimit. Diferenca mes një pjese origjinale dhe një kopje mund të jetë e konsiderueshme, veçanërisht për një treg ku të ardhurat mesatare janë të kufizuara. Për më tepër, mungesa e kontrollit të plot në zinxhirin e furnizimit dhe prania e një tregu informal e bëjnë të vështirë filtrimin e produkteve të dyshimta. Shumë drejtues mjetesh i besojnë verbërisht servisit, pa kërkuar faturë apo verifikim të origjinës së pjesës së montuar. Pasojat janë të shumëfishta. Konsumatori paguan 2 herë, një herë për pjesën e rreme dhe herën e dytë për dëmin që ajo shkakton. Bizneset e ndershme humbasin terren përballë konkurrencës së pandershme. Shteti humbet të ardhura nga taksat, por mbi të gjitha humbet siguria publike. Zgjidhja nuk mund të jetë vetëm individuale, por ndërgjegjësimi është pika e nisjes. Kërkesa për faturë, verifikimi i kodeve të produktit, blerja nga distributor të autorizuar dhe dyshimi ndaj çmimeve, shumë të mira për të qenë të vërteta, janë hapa minimal. Paralelisht, nevojiten kontrolle më të forta doganore dhe inspektime më të rregullta në treg. Në fund, mirëmbajtja e një automjeti nuk është luks, është përgjegjësi. Çdo pjesë e vendosur në një makinë është një hallk në zinxhirin e sigurisë. Kur ajo hallk është e falsifikuar, i gjithë zinxhiri do bësohet. Dhe në rrugë dobësia nuk fal.